shumë e indoktrinuar me idet postkomuniste, pra të majtës së re, dhe nuk lanë i gjurë. Dhe paradoksi është që pushteti i burokracisë në Bruxelles është kaq i madh, saqë një zyrtare politike e nivelet shumë të lartë, pastaj në mënyrë që të mos ikte nga Bruxelli dhe të vazhdonte të merrte rrogën e lartë, se kanë rrogat shumë të larta, i sajoi vetes një vend pune me të quajturin me të quajturin në kolegj, pra shkollë. Kolegji i Europës, po. Për Evropën, kolegji i Europës. Po si e bëri këtë? Ajo në fillim çoi një teknicien, pra Stefano Sanino, që është njëri prej. Një ambasador, i cili ka pas punuar shumë dhe me Shqipërinë. Sanino është nga ata njerëz që ka ardhur shpesh në Shqipëri. Dhe pastaj Sanino kur u largua Mogherini nga udhëheqja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, bëri një tërheqje, një gjysmë tërheqje, ngeli brenda dhe ja la këtë post Federica Mogherini. Por Mogherini po t'ja heqësh realisht ato 5 vite prej të dërguarit posaçme të politikës së jashtme. Dhe ajo sot nuk flet me Matteo Renzi, por si se Matteo Renzi ishte ai që promovoi në atë kohë. Dhe po t'i heqësh ato 2 vite si ministre e jashtme të Italisë, 1 vit e gjysmë që është, nuk është se ka lënë i gjurmë të thosh kush është ky person. Është një nga ato 10 raste të shpërdorimit të fondeve të Bashkimit Evropian që është në hetim. Sigurisht zhurma bëhet e madhe sepse kjo ka qenë një nga ato zonja që shkonte në Shqipëri. Duhet bërë reforma ndërsi, duhet pastruar, duhet bërë kështu etj. Dhe tregon që korrupsioni dhe niveli i lartë i korrupsionit, por s'është herë e parë, Shqipëria është përfshirë para disa vitesh, nëse juve ju kujtohet, u arrestuan zyrtar të lartë të BE-s në Bruksel në lidhje me atë ndërtesën Laprak që kishin marrë me qira këtu. Pa nuk është herë e parë që ka lajme. Po pikërisht ka një perceptim që gjithë ata diplomatë që kalojnë edhe nga Tirana zyrtare, një lloj implikimi, domethënë përmenden shumë emra, pse ndodh kjo? Se përmenden, ne e shohim në pjesën tonë. Ka një emërues përbashkët apo është thjesht rastësi? Ne e shohim në pjesën tonë, po edhe në vende të tjera ata kanë vazhdimisht skandale të tilla dhe është një nga dobësitë që ka sistemi. Dhe por ka një gjë ama që atje drejtësia funksionon. Ata kanë filluar hetimin, pra ajo është liruar, do hetohet në liri, pasi ka dhënë deklaratën dhe ajo dhe Sanino dhe ai tjetër. Por mendoj që karriera e saj ka përfundimisht mbaruar. Karriera e saj kishte mbaruar që kur nuk u zgjodh më udhëheqëse e politikës jashtme, por me këtë mbaron dhe karriera. Kësaj ngjarje duhet i friksohet Tirana zyrtare apo s'ka arsye? Ose ka pasur një sër bashkëpunimesh? Po Tirana zyrtare duhet i friksohet një tjetër gjë, duhet i friksohet faktit që po ndjek shembullin e këtyre, duke, siç e tregova rastin e Mogherini, duke promovuar në drejtim të institucioneve të rëndësishme njerëz koti budallënj, cilët pastaj janë edhe të lehtë për të korruptuar, sepse janë njerëz pa mision, janë thjesht rrogtar. Duhet kuptosh çka e dëgjon. E pra, këtu është emëruesi përbashkët, pra efekt. Emëruesi ka lidhje me tjetër gjë, ka lidhje me mënyrën se si mendohet. Shteti nuk bëhet me rrogtar, bëhet me misionar. Po mos kishin qenë misionar etrit e themelimit të shtetit shqiptar, si ishte bërë ndonjëherë. Tani përveç ministres së jashtme dhe 1-2 ministra të tjerë në kabinetin Rama, kë njeti edhe unë. Si janë ta njerëz të rastësishëm të kotë që përfundojnë aty. Dhe si që fryen kështu brenda ditës, ashtu dhe brenda ditës. Kështu është edhe në politikën e madhe. Tani, kalojmë pak nga kjo çështje në një tjetër, siguria në vend. Duket sikur janë bërë me agent të rregullt atentatet. Le themi shumë shqetësuese, nga ana tjetër zyrtarët e shtetit të linjës propagandojnë gjatë gjithë kohës që jemi vendi më i sigurt, ndërkohë si për ironi të fatit, pikërisht aty shënjestrohet siguria. Po ne jemi të sigurt deri ditën që ti armiku nuk i ke personal. Se ditën që armiku nuk i ke personal nuk ka njeri që të sigurojë dot. Paç edhe një tank për të ruajtur. Kjo ka lidhje pak me tipologjinë e të qenit shqiptar dhe ka lidhje me realitetin që është krijuar në Shqipëri. Po gjëja më e rëndë në këtë gjithë historinë në lidhjen me institucioneve të politikës, me krimin e tjerë. Nuk është për te demagogjisë, fjalëve akuzave, kundër akuzave, se me këto në është bërë lëkura shoh gjithë, domethënë se një jetë kështu ka qenë politika shqiptare. Por ajo gjë që
të bën të mendosh është kur ti sheh që një pjesë zyrtarës, cilët e marrin rrogën në shtet dhe e kanë shef atë që jep rrogën, pra qeverinë, shtetin apo institucionin ku drejtojnë. Ata llogarinë nuk e japin aty, po llogarinë shkojnë e japin në vende të tjera, o te oligarkët, o te bandat, ose te biznesmenët. Kjo është gjë e shqetësuese. Se kjo tregon atë shturjen e shtetit. Kështu që si rrjedhoi kur ndodhin ngjarje të rënda, si ajo e Rinasit apo si kjo e Elbasanit e tjerë, ekziston dhe mosbesimi shumë i lartë që institucionet e sigurisë në vend, në rastin konkret policia po edhe prokuroria e tjerë, do jenë të afta të zbardhin një gjëra. Sepse është krijuar perceptimi që ka realisht një lidhje mes krimit edhe njerëzve të cilët përfaqësojnë shtetin në nivele të ndryshme, o nivel politik, o nivel teknik. Do të thuash që është vetëm perceptim dhe ky është edhe realitet. Mundet të jetë të dyja bashkë, por si thuhet, më mirë dali nami apo të Syri. apo të humbës syri, sepse jemi pikërisht këtu te kjo gjë, sepse duke bërë zgjedhje një herë 2 vjet, se kështu kemi në zgjedhjet në Shqipëri një herë 2 vjet, duke shkuar gjithmonë duke kërkuar votat e këtyre njerëzve, këtyre komuniteteve, të cilët kanë mbështetje, kanë lek, kanë para, kanë influencë. Dashje pa dashje, politika i ka ulur në tavën e pushtetit dhe janë ortak në tavën e pushtetit, në një kohë ose në një tjetër. Me pak pushtet apo me shumë pushtet. Problemi është i logjikës. A do ketë fuqi shteti shqiptar që të vetë pastrohet apo institucionet shqiptare dhe të qetësohet dhe situata me krimin organizuar? Se di, unë me shoh të vakët mundësin. Ka një përpjekje të prokurisë posaçme, po dhe të prokurive të rrethave të shikot e fundit e tjerë, ndoshta edhe të policisë, po ato janë kryesisht me ndërhyrje nga shtetet e huaja aleate ose partnere, po të mos kishte qenë që do dilnin përgjimet e SKCC-s, të cilat kanë ardhur nga jashtë. Një pjesë e madhe atyre njerëzve do vazhdonin të ishin njerëz të lirë rrugëve dhe do vazhdonin aktivitetin e tyre të biznesit e tjerë. Ky është realiteti. Na pëlqen, s'na pëlqen, duhet të lexojmë me këtë si realitet. Atentatet këtij kalibri që po ndodhin rëndom fatkeqësisht në këtë vend, sa të vështira janë për tu zbardhur? Po, shumë e vështirë nëse. Shiko, ka një problem që duhet bërë punë e jashtëzakonshme parandaluese dhe policia kriminale duhet jetë shumë e fortë. Po që të kesh policinë kriminale shumë të fortë, niveli i fortë i pastrimit të radhëve për policinë e shtetit, i teknologjisë, i funksionimit të sistemit të inteligjencës, pra për të parandaluar ngjarjet, për të ditur ngjarjet përpara, duhet të ndryshoj komplet. Dikur tek ne, i plotfuqishëm i lagjes dinte gjithçka. Sot realiteti në Shqipëri është tjetër, aq më tepër kur një pjesë e krimeve realisht origjinon nga jashtë territorit, sepse bizneset janë jashtë territorit. Dhe kur ata vijnë të përplasen këtu për interesat të shumë fishta, ne nuk e dimë se cilat janë, për shembull rasti i fundit i asaj ngjarjes në aeroport, i vrasjes 2 fishtë, ata sapo vinin nga Spanja. Ne nuk e dim, mund të jetë këtu, mund të jetë Spanjë, mund të është këto gjëra do të zbardhin hetimet, por nuk janë thjeshta. Nuk janë thjeshta sepse tek e fundit kaq janë 400 prokurorë ka gjithë Shqipëria, mos mendojmë se ka një çudi të madhe këtu. Është një sfidë në rrugën për të bërë shtet evropian, është një sfidë që do ta kalojmë siç e kanë kaluar gjithë tjerët.